Tani e keni dëgjuar kryeministrin e vendit në mëngjes ka dalë dhe bën një sy më sy. Bën një bashkëbisedim gjasme i thënçin, sy më sy thot. Po mirë, ky që tani që janë zgjedhjet sy më sy ka holluar zërin, është bëri qeshur, është bëri dashur, është bërë dëgjus, pra ky që e dëgjon popullin sy më sy. Pse nuk shkon e të flasë e dëgjoj popullin sy më sy, kur vete dhe vendos të ndërtoj në Lezhë një kamp refugjatësh në kundërshtim me çdo normë dhe nuk e pyet popullin e Lezhës? Pse nuk shkon sy më sy ky me banorët e Roskovecit, ku do të ndërtoj një termocentral të viteve 70 si teknologji dhe nuk i pyet fare? Pse nuk qohet ky dhe të shkoj te ata që u prish shtëpit, u shëm shtëpit, u vjedh pronën se do t'u jap oligarkisë? Dhe ti shoj sy më sy dhe ti dëgjoj dhe t'u buzëqesh dhe t'u jap zgjidhje. Pse nuk del ky sy më sy dhe të flas me njerëzit sa herë kanë një hall në këtë vend, sa herë vendos ky një tarif apo një tratë një rrugë, por i shtron në Gërbaç, në polici, në Shkopgome. Pse nuk e bën këtë bashkëbisedimi sy më sy ky kur njerëzit kanë hall gjatë 4 viteve? Po kujtohet të bëhet i ëmbël, i dashur dhe sy më sy vetëm gjatë muajit fushatës. Sepse ai u ka gënyer, do t'u gënjej sërish, ndaj mos e besoni, por ndëshkoheni.